qindra mesazhe çdo ditë në profilin tim në Instagram dhe në TikTok duke më pyetur Elena si funksionon kjo botë online, Elena si mund të bëj unë para online dhe më mëso të lutem. Atëherë më dëgjoj me kujdes në këto 5 minuta do mësosh çelësin e suksesit. Nuk është nevoja të kesh asnjë eksperiencë paraprake, nuk është nevoja të dish gjëra për sa i përket kësaj fushë, e vetmja gjë që të duhet është një laptop dhe internet. Unë bashkëpunoj me një akademi dhe një platformë edukimi e cila ka si qëllim edukimin dhe informimin e njerëzve mbi tregje financiare. Pra ka si qëllim që njerëzve të zakonshëm si unë edhe ti t'ju mësoj se si të bëj para online nëpërmjet bursës. Jam e sigurt që ti ke dëgjuar për bursën, për bankat, për institucionet apo për investitorë shumë të mëdhenj që bëjnë lek në bursë. Por tashme nuk është nevoja që vetëm ata të bëjnë lek në bursë, por edhe ne si njerëz të thjesht mund të bëjmë para në bursë. Në bursë ti mund të tregtosh çmimin e shumë gjërave të ndryshme, siç janë kompanitë, aksionet, mallrat, çmimin e floririt apo qoftë edhe kursit valutor. Kur flasim për tregje financiare, ne nuk flasim vetëm për bursën, por flasim dhe për trekun e kriptos. Kriptoja po bën namin, kriptoja është e ardhmja. Nëse ti nuk mëson për sa i përket kriptos, atëherë ti po mbetesh mbrapa. Ti do mësosh një edukim të plot edhe për tregjet te kriptos. Do mësosh se cilat janë kriptot më të mira për të investuar. Do mësosh se cilat janë kriptot e cila do rritin shumë investimin tënd. Edhe nuk është nevoja që ti të investosh mira dollar që ti të kesh fitime. Ti mund të nisësh me nivele investime shumë të vogla, mund të nisësh me $200, mund të nisësh me shumë pak lek edhe të rritësh ato pak lekët e tua në një pasuri e cila do të zhvillohet dhe do të zhvillohet vazhdimisht. Ti mund të bësh shumë para në bursë nëse ti arrin dhe parashikon sakt lëvizjen e çmimit të bursës. Unë si Elena nuk kisha absolutisht asnjë informacion se si funksionon bursa apo se si mund të bëj unë lek në bursë, le më të parashikoja çmime apo të shikoja se si lëviznin çmimet e bursës. Unë nuk dija se çfarë të shkarkoja aplikacionet, se ku të hyja, se ku të hulumtoja, nuk dija absolutisht asgjë. Derisa ju bashkova akademisë ku më mësoi çdo gjë në detaje se si funksionon gjithçka. Të njëjtën gjë do përfitosh dhe ti në momentin që antarësohesh brenda skuadrës time edhe mentorohesh nga unë. Ti do përfitosh sisteme, ti do përfitosh shërbime të cilat do t'japin ty mundësinë që të tregtosh në bursë pa që nevoja që ti të jesh ekspert. Që në momentin e parë që ti nis, ne do mësojmë se si do praktikohemi brenda bursës, pa llogari reale, pa lek reale, thjesht me një llogari praktike që ti të mësosh se si funksionon gjithçka. Më pas ti do kesh në aksesin tënd edhe në përdorimin tënd shërbime të tipit siç janë sinjalet. Patjetër që ka investitor shumë të mëdhenj dhe ekspert të fushës, të cilët janë të licencuar edhe mësojnë të tjerë se si funksionon kjo gjë. Kur ti nis brenda akademisë, patjetër që ti nuk di as se si funksionon bursa, as se si mund të analizosh tregun apo rritjen e çmimit. Prandaj janë ekspertët të cilët të thonë eksaktësisht shifrat dhe çmimet kur duhet ti të shesësh apo kur duhet ti të blesh. Gjithashtu ne përdorim dhe disa skanera me inteligjencë artificiale, që do të thotë, skaneri bën kalkulimet e veta, edhe ty të dërgojnë çmimet eksakte se ku ti duhet të blesh edhe ku duhet ti të shesësh. Kjo na e ka bërë punën shumë të thjeshtë. Edhe nuk është nevoja që ti të jesh ekspert që të kesh rezultate eksperte apo të bësh lek. Për aq kohë sa ti shfrytëzon njohuritë e ekspertëve dhe shfrytëzon skanerat. Një tjetër shërbim është dhe patjetër edukimi i plot financiar. Unë doja jo vetëm të bëja para online, doja të merrja dije, kështu që ti të përfitosh një edukim të plot financiar në Shqip, që në momentin që bëhesh pjesë e grupit, do mësosh në detaje se si funksionon çdo gjë, nga bazat deri tek gjërat më të avancuara. Do mësosh se si të analizosh thjesht tregun, do mësosh se si të analizosh çmimin e bursës, edhe do mësosh të bëhesh një ekspert i vetes. Ndoshta investimi në tregje financiare të frikson sepse ke dëgjuar që mund të humbasësh lek, por nëse ti ke një mentorim dhe njerëz të duhur të cilët pranë teje të mësojnë se si të marrësh hapat e duhur në këtë fushë, atëherë ti minimalizon gabimet dhe nuk bën gabime, sepse ti mëson. Nëse ti nuk ke një udhëheqje, atëherë do bësh gabime dhe do humbasësh, por nëse ti ke një njeri i cili të udhëheq dhe të tregon eksaktësisht cilat janë rregullat që ti duhet të ndjekësh, atëherë ti nuk ke se si të humbasësh. Këto janë rezultatet e grupit këtë javë. Lulieta e cila ka bërë $1000 këtë javë, Aldoja e cili ka bërë mbi $350 në kripto këtë javë, edhe shumë e shumë të tjerë këtu çdo ditë që fitojnë me ne.
Unë do jem këtu për ty, për të mentoruar dhe për të dhënë sigurinë që ty të duhet mbi tregje financiare. Ndoshta tregje financiare apo bursa na duket si diçka e frikshme, aq më tepër mbi investimet tona, por nëse ti ke një njeri i cili të merr prej dore dhe të udhëheq dhe të tregon eksaktësisht rrugën, atëherë nuk është aq e frikshme sa ç'duket, por është shumë argëtuese. Ti mëson se ti mund të bësh para online, pa që nevoja që ti të shkëmbesh kohën tënde për para. Njerëzit e zgjuar dhe njerëzit e pasur përdorin paranë e tyre për të shumëfishuar më shumë paranë. Përdorin dhe vendosin në punë paranë e tyre për të krijuar një pasuri. Duhet të bësh paranë të punojë për ty dhe jo ti për paranë.